për njëfës. Po, atëherë, të lutem mu prezanto, E Dina Lutvio, më thuaj si ka ndodhë këtë situata. nuk di unë më konë në zonë. Edhe veç kur i ku po të përtit njerës. Edhe e ka thuj gjomin. Edhe nuk e di, nuk më di. Edhe e kum pas njeri për me që me mu. Edhe kjo therke njëm. Edhe s'di që shku në dalë jashtë. Dhe se kum po që mas krye e kom gjomin. Qilë. Edhe kum nazar edhe kam këty. Edhe më shumë. A ke dëgju ndonjë krismë, ndonjë zhurmë, si ka ardhur, ke pa ty në flakë? Po, ty mi zi u konë. Edhe si bomba me pas shpërtë. Si kreti në konë gjumë. Konë ty atëra. Ty i natës. Qëfar ke dëgju zëra, thirrma? Thirrma të fëmijëve. Se ka pas shumë fëmijë. Të kuptoj, shak i të lëndu me ti, si u lëndove? Unë e kam këtë komën e majtë e kam të dhimë e këtë. Të koma e djathë e jo me vrapë. Edhe këtu kur kom këty. I kam. Po, mirë mama, unë jam Lëzim Sulejmani, nga Presheva, dhe rasti ka ndodhë ka ora 2 natës qështu, i vetëmi personi më konë qut prej gjumit, s'kom flet, edhe krejt rastin e kom pa me sy. Si ka Si ndodhë? ka ndodhë? Si e zhurma, si ndodhë? Unë e keshin këtë pjesën e majtëmi ka koridori autobusit, edhe e shisha ku shkojke në pjesën e djathë autobusi drejt bankinën, pos as nuk më isha zonë me qitë, asën, edhe veç jam shoj bankinë për një herë e krisi, shumë një krisë në madhe, thejumën e patar kap kështu, edhe u përhap flaka, ja nisi me dalë ty mjuzi autobusi mas 20 metra vëndal, ja nisi panik shumë e madhe, vërshim, piskat që njerës, u bo krejt ty ma ty, po në fat mirë e ku marat që kiqin, e kum thy gjomin, unë kum zhdryp i pari, kanë zhdryp 3 persona tjerë, tani nusja ka zhdryp, kjo s'ka mujt me hec, e kum rok në kraj, një 150 metra ma nalt autostradës e kum qu, se u të që po eksplodon autobusi, edhe e kum lon këto aqe mo të poshtë s'kum dit asë një zonë se kum di, veç që ndisha këta personët të virë, të pëskat, një kamion pjesën tjetër e ndalë shumë largë, se nuk kishke shumë trafik. Shoferët prej Istanbulit deri tymit në kufi këtu, ju ndërru, s'muj me thonë që nuk kam bo pauza.